Kingi. Përshemi se ka shoh pak. Não está pak. Po, Kështu fare. po, fiksis mi nga të muve shumë, po më pëlqen. Mund të bësh ditë dhe vërë. Po, Një herë t'jesh kështu, një herë të qohë kështu. Po, si mus me nga të mu shumë, qasht. Po, fiks, ashtu është, pëlqen. Casual, qikë më... Po, Qikë më jegër. po, okej. Me jegër, pastaj ndronë i këthen pak... Shumë mirë është, pas arab të mu për më qenë avë. Që ti To kam t'i dash gjata më shumë se kjo, Po, që po, ta vumi atë... Po, fiks. Kjo t'jetë më shkurë dhe kjo Ato dy anash, po. Duke të Fiks. sigur s'ke... Po, fiks. Je shumë mirë, Kingi. Dhe më që ndur të avë. Aty I je. bën kollaj. Po. Më lem mundësi mi bo I dy bon tre stile, kollaj. po. I thot se diçka po thoshte Ana. E I thot Sara qetëso se është thjesht një lojë. Ta qaj pak. I thot qetëso, hajde, afro këtu. Afro. Vazhdo. I thot qetëso se është thjesht një lojë. Edhe Ana I thot, po shoh, mos fol, I thot Ana, ma caron me zërin tënd. Mos fol. Edhe I thot, Sara vazhdon dhe I thot, po qetëso, më I thot se është thjesht një lojë, qetëso. Dhe ajo I thot, mos më thuaj ti mua boll, po shoh. I thot, Sara, nuk të thash as boll, as po shoh. Mirë, po më the qetëso. Po, I tha, Sara, të thash qetëso. Edhe kjo I thot që duhet mësosh, se është e pa edukat që ti të më thuash mua qetëso. Dhe vijon duke I thënë, ndiq këshillat e burrit tënd që të ka dhënë burri. Po. Si mundesh ti të eskalosh nga një anë thua ti je pa edukat dhe pastaj thua jo po ti ndiq këshillat e burrit tënd. Ana ka bën një gjë është mundu mu tregu e squt në çfarë sensi. Në çfarë sensi? Se në fakt ka bërë njëjtën gjë që ka bërë Zhaku natën e parë. Sepse edhe Zhaku natën e parë ka përdor një histori që e ka dhi nga Sara. Pra publike po thojmë në momentin që pra teknikisht ajo nuk ka basi që ka pas bë Klodi për shkakun me Mozën që ka marrë një informacion nga jashtë komplet që këtu mbrand. Sa në Ikor edhe ka përdor kundër Mozës këtu mbrand, siç e pat bë Klodi kundër Sarës këtë rast. Ka marrë një informacion që e ka fol vetë Sara, e ka manipuluar se nuk ishte ashtu siç e tha atë natë. Okej. Edhe thjesht Ana tregu pak më e shut në sensin që burri Sars I ka dhënë një këshill Sars publikisht në Prime. Tu I thanë, tu ja dhanë atë këshillën që I tha. Ndaj të qetë që I tha I gjatë diell. Qëndroj qetë, okej? Ja ka thënë publike atë natë. Edhe kjo ka kanë mbrojtja e saj. Më thanë, unë mora një informacion që në prime time burri atë. Po prepse unë vazhdoj me kanë të njëjtin mendim. Prepse është e gabuar. Se e kena thanë, e tha edhe Arbana atë natë,
nuk përmenden familjarët, leni jashtë familjarët, edhe pse familjarët mund të citohen të mërën, okay? Si mund të citohen mërën gjatë kohës normale, si që mund të citohen në prime, gjatë vizitës të një familjarit. Familjarit mos leni jashtë. Po përveç kësaj. Sulmeve, pra ka bot njëjtin gabim. Po përveç kësaj, Ana i thot në një moment, kujdes se je duke dalë jashtë shumë keqa, diçka e tillë, dhe kjo i thot, pse si po dalë Sara, dhe Ana që i thot do ta kuptosh kur dalësh jashtë. Ky nuk është një farë i hinti, një lloj informacioni, sepse ti duhet të kesh parasysh që ne jemi këtu 7 javë shpirt. Absolutisht. Edhe kur vjen dikush mbas 7 javësh e të thotë do ta dish ti ç'a bëhet jashtë. Po. Sara, të gjithë e dim sa e fortë është, po tani rri dhe mendon pa prit një Po herë. normal. Dhe nuan. A është e vërtetë në radhë parë? Po. Apo e përdor për faktin që ajo e din që tu kanë jashtë, mund ta ketë si informacion edhe ja thot, por në fakt e manipulon e kthen, mund ta ketë që është e vërtetë. Mund të jenë shumë. Gjithçka mund të jetë, por prep është gabim parimor, në sensin që ti, qose do me hi jashtë, kërkush po të thotë që ti këtë muj, këta 7 javë, mos me e njek firme, sa është e pa mujtun. Ti ndiqe Ti ndiqe, po këtu, po, qepe sepse manaj nuk lunë fair. Pikërisht, Po ky është problemi dhe kjo më iritoi, sepse neve jemi 8 persona që kemi qenë nga fillimi, dhe ne për sa kohë kemi qenë ky kast, ne asnjëherë s'kemi përmend familjen njëri tjetrit. Kur? Kemi pas debate që kanë agravuar dhe kur nuk kemi përmend familjen. Asnjë moment. Që kemi dhe presionin e izolimit, edhe mallin, edhe interesin të dim po ç'po ndodh jashtë dhe prapë si kemi përmend. Ndërkohë ti ke këtu kaq ditë sa ke, e njëjta gjë edhe me atë tjetrin, me atë çunin, se s'po ja them emrin, e njëjta gjë edhe me atë. Ti domethënë nuk ke as presion, as stres, as një gjë, e bën në mënyrë të ftohtë. E mori dënimin. Ndaj ja thash edhe Anës, njëri shkoj në nominim për informacion nga jashtë, kujdes se do jesh e dyta. Ja thash. Edhe i thash të njëjtën gjë, inshallah ti kur të vinë familjarë të takojnë, mos ken asnjë këshill të t'japin. Ti je aq shkëlqyer sa s'jep dot askush këshilla. Edhe inshallah dhe ti e gjen një person këtu brenda që ti nxjerr anë pozitive. Nuk është një rregull e kontratës, po thojmë. Është për mendimin tim shumë më e rëndësishme, shumë më e lartë si rregull. Është një rregull njerëzor. Është një rregull etik, është një rregull moral. Jo, është një kontratë që nuk ka përfshirje të personave familjarë.